Përshëndetje për shikuesit e radio televizionit 21, përshëndetje për shikuesit e emisionit Një Kafe me Labin. Është natë e bukur, natë e veçantë, është festa e Bajramit sonte bashkë me juve. Gjatë gjithë ditës kemi qenë në për të afërmit tanë, në për familjarë tanë, të njëri tjetri, i kemi vizitu ata, fakt ndoshta që nuk i vizitojmë gjatë 365 ditëve, për fest duhet pa tjetër. Urime Lumi, urime Tauland, faleminderit shumë që ju kom edhe sonte. Që shkoj, a shkoj dita mirë? Kaj dita që shtok, sheqerin kull. Ej, më tharoni që edhe sonte edhe sheqerin e kene edhe këtu e keni. Edhe sheqerin me mu. Ekrem, urime Bajrami edhe ty, inshallah me krejt mira. Pse thash sheqerin edhe këtu e kemi në kulm se Fellini. Faleminderit shumë që është zakonisht pjesë e imja, pjesë e pandashme, gjithmonë për festat. Ekremi ma ka bo gati mu baklavën bashkë me Kadaif edhe plus kafen Pavini. Faleminderit Pavinit për aromën e kafes që ma jep në studion e emisionit Një Kafe me Labin, që jemi bashkë edhe kemi me qëndru bashkë edhe kemi me qenë gjatë gjithë këti rrugtimi sa jemi bashkë me Një Kafe me Labin. E bukur është nata sonte, e bukur është gjithë shka. Unë fillim të emisionit, në emisionin e parë, kërja kom nisë me radio televizionin 21, e pata një musafer, edhe që ato ditë i kishë promovu dhe më tonë edhe kongën, edhe unë të kur vjen studio, futët studio edhe më thëtë, o zëtë, qëfar studio pas ke bo, pa hama një pianës nuk e ki që tu se, a di qka kishim ditë me kriju dhe qka kishim bo ma atë piano. Edhe me një herë javën tjetër, e kom të Lumë Halabakun. Lumë, a ka shansë teorike me të pas dhe me thonë në emision, dhe me thonë javë për javë. E sonte, ma thëtë, qatë javë, s'ka mujtë me knu, o kënën për Bajram, o s'kënën heqë. Është knaqësi e madhe, Butrin Trashitin sonte e kom fëtumë. Hajde Butrin, po të thëmë, është si vera. Me pianësët. Po. Përshëndetje. Urime Bajrami, inshallah këtë mirat e zotit. Urime dhe juve falenderit shumë, veç tash sheqerin me nivelizua. Me nivelizua. Me knu diçka. Talante, që kemi. Urime dhe juve. Qysh ka shku dita, fillimisht? Qysh ka shku dita? Shumë mirë, Ramazani u kry, falenderit zotit për gjithë shka. Shkoj mirë edhe Ramazani gjithë shka? Ime të balancu sheqerin pak se pa tjetër, po me kongë dhe e treti ma mirë. Okej, për janisim me kongë, sonte jemi bashkë, unë shknaqësi se me njëre bas kongëve, unë kom knaqësin që musafirin e parë, për jeti dhe më të në bashkë me këta dytë këtu edhe me mu e me kremi, po musafiri i parë, i cili vjen në kuadrët e emisionit Një Kafe me Labin, nuk ka gjë ma knaqësi të madhe që me pas unë kravetës gjithmonë Halil Kastratin. Kështu që Halili vjen, pastaj kom musafir tjerë, e me ty, valla, ti kime naknu sotë të natën, në fund jeti kena me foli bashkë. Hajde, shkojmë, 3, 2, 1. Moshe bukur kjo rinja, gjamat mirë bo da se ka, mirë po ja që vjen pleqënia, dhe ke borgje për me la. Mirë po ja që vjen pleqënia, dhe ke borgje për me la. Tuj ba qef, tuj ba dashni, robi kurse ka menue, se vjen prapa një plesni. Robi kurse ka menue, se vjen prapa një plesni. Muzlije, hosa e hovsha, veç kjo gjamore ashtë e vërtet. Robi s'plaket kur të vjene mosha, labi plaket kur done vet. Robi s'plaket kur të vjene mosha, labi plaket kur done vet.
maj e reje, o nërma ka zem t'vjetër, djallë si Sulejmani, ose banë nana tjetër, o djallë si Sulejmani, ose banë nana tjetër. Hajde, shkojmë! Bravo! Hey! Bravo, Lumen, melodi! Bravo, sa! Hajde, shkojmë! E borsa dolla në bashe, o me pi kafe tamla. Borsa dolla në bashe, o me pi kafe tamla. E po na vjen shoqënia, o veshun alla e franga. E po na vjen shoqënia, veshun alla e franga. Faleminderit shumë Botrin, faleminderit. E di që gjatë natës na do t'jemi bashkë, domethënë kemi me qëndru bashkë dhe kemi me qenë bashkë, po është kënaqësi e madhe, unë thash edhe pakës më herët, se tani këto momente i them mirë se erdhe në studion e emisionit Një kafe me labin, Halil Kasratit. Halil, është kënaqësi që sonte jemi bashkë në Një kafe me labin, urime Bajramin, e inshallah me krejt mirat e Zotit. Faleminderit shumë. Hajde. Halil edhe sonte bashkë. Është kënaqësi sepse herë bashkë. Unë edhe gjatë ditës kom qenë pjesë e shtëpisë së moshuarve, jetimat e Ballkanit, këtu po duni një falënderim domethënë gjithë atyre që për mikpritjen, cilën fakt edhe minxhe presin Bajramin që me qenë bashkë, kësaj here po du me falënderu edhe se janë bashkë Violeta Kukaj, që pa mundësi me transmetu sonte storien, por javën tjetër do ta transmetojmë. Atmosferën prej asaj shtëpie që unë fakt ndi ngrohtësi, ndi dashni, ndi gjithçka ku jam. Lab edhe një herë faleminderit shumë, me anë të kamerës uj. Juroj gjithë shqiptarëve ku do që janë festën e Fitër Bajramit, lut Zotin që të presin me familjet e tyre festa. Inshallah Zoti shpërblen me të mira. Njëkohësisht ndjej obligim me të falendëruar ty, Labinot Gashi, labi pjesë. Faleminderit shumë. Faleminderit Ekrem. Kopja. Pjesë e shoqatës bamirës e jetimat të Ballkanit, labi pjesë e shtëpisë të moshuarve, labi asnjëherë nuk tha jam i lodhur, asnjëherë nuk tha jam i zonë, asnjëherë nuk tha nuk mundem, sa herë jetimat të Ballkanit, sa herë unë kam pas nevojë, qoftë për brenda Kosovës në tubimet tona me shqiptarë këtu, qoftë edhe me bashkëdhetar jashtë, gjithmonë i gatshëm lab, e ndjej obligim me të falendëru edhe mirënjohës gjithmonë. Zoti ta falë shëndetin, e Zoti shpërblef me të mira. Faleminderit shumë, po edhe për mua është një kënaqësi edhe është një privilegj me qenë afër jush, edhe mbi gjitha afër gjithë atyre njerëzve të cilët fakt e kanë një dashni edhe kanë një respekt edhe mbi gjitha ato familje, ata të më shumë, të cilët fakt na mësojnë për jetën. Na mësojnë se çush duhet me jetu, na mësojnë çush duhet me vepru, na mësojnë ndoshta edhe sa duhet me kohën të lidhur njëri me tjetrin. Shumë e vërtet, shtëpia të moshuarve pi bën 6 vite me banor, edhe ne si staf jemi më ndryshe, kemi mësu shumë nga ta, edhe ashtu si që din lab, edhe mërzin e tyre e ndajmë bashkë, edhe gëzimin e tyre e ndajmë bashkë, mundohemi me i lumturu, ka pej banorve që për fat keq, mbi 5 vite aty, vetëm ditën kur i kanë sjell i dim kush janë, edhe mos ka ardhur me i vizitu kërkushe, ndonjëherë janë disa momente shumë emocionuese edhe për neve, se i shef në një qosht të dritarëve duke i pa vizitorët e banorëve tjerë, e lagin fytyrën e tyre me lëtë, mos po mbje kërkush.
Pastaj na si staf organizohemi, mundohemi me ja përhu pak mërzinë, me ja kthy lumturinë. Po unë e falenderoj Zotin që na ka zgjedh neve, e unë jam krenar me kanë shërbëtori tyre, edhe do t'jem shërbëtori tyre deri në fund. Halil, unë e di, ata cilët fakt janë pjesë e shoqatës, janë pjesë e juja, janë pjesë e asaj familje të madhe, e din dashurinë, e din ngrohtësinë, e din gjithë shkapin cilën fakt ju jepni, por edhe e merrni nga ta, janë falendërues deri në pikën e fundit se cili prej atyre të cilët janë pjesë e juja. Sot po ndalemi, po flasim për Bajramin, por edhe për Ramazanin, sepse duhet një falenderim shumë të madh gjithë atyre donatorëve të cilët fakt sa iftare, i shtruan në shtëpinë e moshuarve, por edhe sa familje, kanë ndihmuar gjatë këtij muaji të madh të Ramazanit. Iftare jo vetëm në shtëpinë të moshuarve. Iftare edhe në kuzhinat tona, në Prizren, edhe në Voshtrin, në Prishtinë, në Janiev. Shqiptarët janë bujarë, shqiptarët janë humanitarë, janë bamirësa, akoma pa hynjeve në muajin e shenjtë të Ramazanit. Veç janë rezervuar iftaret prej bamirësave, prej donatorëve. Kështu që unë jam mirënjohës shumë, është kontribut, është kafshat e tyre që na ka mundësu neve me dëgju hale, derte. Na ka mundësu neve me kthy busqeshje, me ndalë lëtë. Na ka dhonë neve atë mundësin me ledhatu kokat jetima. Prandaj, gjithmonë Zotit në fillim, i thomi elhamdulillah, falënderimi i takon vetëm ti. Po pastaj gjithmonë janë donatorë që kanë meritën më të madhe. Donatorë të cilët e kanë meritën më të madhe, kur edhe natën e Kadrit është organizu një iftar, edhe unë kam qenë edhe pjesa asaj nate, unë jam falenderues gjithë atyre sepse një projekt i madh, një projekt gjigant, po nis edhe në Prishtinën, e dashur që vjen për ata fëmijë në fakt cilët sot e kësaj dite nuk e kanë një mbështetje, nuk kanë ndonjë qendër tamam ashtu siç duhet. Kështu që po shpalosim edhe pak tek një kafe me Labi. Lab, njëherë ideja ka linë në muajin e shenjtë të Ramazanit për me organizu një iftar me gjitha bizneset tona shqiptare, gjitha trojeve shqiptare. Ka qenë shumë kohë e shkurt me i bo bashkë të gjithë. Megjithatë, unë e kam met pa fjalë. Ishe prezent edhe vetë, edhe nga toka në qiell i falenderoj gjithë bizneset që ishin prezent atë natë në iftar, edhe u grumbullu afërsisht 5 milion euro, po jo. Neve kur e kemi kry Lab edhe kemi marrë rrugën për më kthy për gjinëc, kemi pas telefonata nga biznesmen ndryshëm, edhe ju kemi afru 8 milionshit. Bravo, po më jep një lajm Zoti është problem. Kogja mirë. Edhe për neve u kon 5 milion që më falve që më kon i bindën një natë për para që pa tjetër kanë më bo 5 milion. E disha e kisha një ndjenjë, nuk e di ka mërë dhe e ndjenjë. Na duhet që jem realista, na si jetimat e Ballkanit nuk kemi përvoj në organizime të iftarave me biznesmen, a mos po i ngushtojmë, a mos po i qesim pozita jo të mira me gjithat zemrën gjerësia atyre, bujaria atyre. Për një minutazh shumë shkurt, unë mbledh gjithë ajo... Mu më vjen mirë që edhe nuk u bo shumë virale, për shkak që privatësisë, se cilit prej bizneseve që kanë qenë pjesëmarrës, po duke mos harru, sepse edhe kamera ka qenë, po ka qenë vetëm e jetimave të Ballkanit për ta filmu, për ta ditë gjithë eventin se çfarë po ndodh mrenda asajna. Mu më vjen mirë që privatësia është rujt një farë mënyre, edhe duhet një falenderim shumë të madh se sa jemi bashkë këto, sepse iftari u shtru prej Hotel Emeraldit. Kështu që duhet një falenderim edhe Hotel Emeraldit për mbështetjen kësaj here, që ju jep jetimave të Ballkanit. Jo veç iftarin, ata... Edhe kontribun, po, në fakt po e përmendi iftarin për shkak që ndoshta dikush për shikues më nda thonë çush është shtruar në Emerald dhe këta ta patom që është e organizuar me prej. Neve kur e kemi thirr
Emeraldin për me rezervu iftarin, na është thonë me një herë në telefon që iftari është për ne. Edhe sa do veta që t'jenë, iftari është me ne. Kështu që Zoti shpërbleft. Unë jam shumë i lumtur sonte se po e marrë, dhe më tonë, lajmin për 8 milion, dhe më tonë, që janë ngrumbullu. Për ju të regojmë shikuesve që qaj 8 milion shiku ka me shku, edhe pse gjatë bisedës sa të do flasim ne, unë e kërkoj prej realizimit që në fakt njënën pjesë tjetë komplet, dhe më tonë, edhe projekti i cili në fakt ka mu realizu. Dhe i sa fletë edhe Halili, një pjesë është Halili, një pjesë, dhe më tonë, është projekti në... Me qenë se jam në emisionin e parë pas asaj nate, për të jep edhe një lajmë ekskluziv. Neve me datë 2 është dita botërore autizmit, edhe këti projekti i thojmë Bismillah, me emër Zotit, edhe qesim gurë themelin. Wow! Të me tonë po bohat e datër. Po bohat, edhe është një mundësi për gjithë njerëzit e vullnetit mirë, për gjitha bizneset që s'kanë mujtat natë me qenë. Ky projekt është projekt gjiganda dhe është realizimi ti do 4 vjetë. Gjitha bizneset, gjithë njerëzit e vullnetit mirë, kush ka dëshirë me konë hisetar i këti projekti, i mirësisë, i sevapit, i sadakës, e kanë mundësi që një shumë me nda me 4 vite, 4 rata, dhe në realizimin e këti projekti. Është projekt që nështë do tjetën mira vjetë, edhe atëherë kur neve kocat në e bo pluhën, par që emrat e atyre që jenë bo shkaktar me bo atë projekt nuk do të haronë kur. Edhe të edin labë edhe të shtëpia të moshuarve në Gjinës Suharekës, ne kemi një vend ku janë krejt emra, dhe më ku tonë, do të alom edhe të ky projekti një vend ku do t'jenë gjithë emrat e pronarve, e bizneseve, e individve që kanë kontribu për realizimin e ati projekti. Derisa ti po fletë, dhe më tonë, po pe vrejnë, ndërshta që mu kanë më bushë edhe sytë lërë. Sytë lërë për shkak se Halil, je sprovu vetë, dhe më tonë, edhe e ki provën, e djenë vetë, dhe më tonë, që është ma smiti, në qëfar kushtje, në qëfar sene, në qëfar rethona, dhe më tonë, jetuot edhe punuat me smita autik, sidomos në Kosovë. Po, e di. Labun është vërtet që jam vetë një prindi një fëmija autik. Po gjatë vizitave tona në për familje që ju kemi ndihmu dhe i kemi bo me shtëpi, e që janë 1600 familje, kemi hast të disa familje që kanë persona me autizëm, kanë persona me sindrom Down, edhe i kemi pa kushtet edhe pa mundësia atyre me dërgu deri me një qendër rehabilitimi. Në Kosovë ekzistojnë disa qendra të vogla. Edhe kur e kemi hap kuzhinën në Prishtinë, unë nuk e harroj kur ofshamën, lotin, kërkesën e një nane cila ka prit mi 2 orë me më taku, sepse ne ishim në zonët me hapjen e kuzhinës, ceremonia hapjes e kuzhinës humanitare, e pas takimit, ajo nani ka qitë 2 durët në durët e mija dhe më shlutë, thët, i kam 2 fëmija autik vetje me kancer, kam metastaza, ku po i le fëmijët Halil, të lutëm bënd dishka për këtë kategori, edhe ka darë Zoti, duke i falendru shumë miq, e shumë biznismen, e shumë donatore ndërta, edhe Begjet Pacolin, që më ka marrë me veti, kemi shku, kemi vizitu disa qendrat e autizmit në përbot. Edhe është pikërisht edhe kompania ti që ka hartu edhe projektu projektin të këti kompleksi që do të njësë pas nesër, edhe kemi marrë vendim për me njësë me emër të Zotit, edhe inshallah dhe Zotit këna me kryu. Falenderoj këtu edhe Qeverinë e Republikës Kosovës, e cila ka nda parcelën 13 hektare gjys për këtë projekt, edhe ne do t'ja njësim inshallah. Shikuesit veç e panë edhe për shojnë edhe projektin, ku është vendi? Vendi është në komunën e Graçanicës, edhe është shumë vendi përshtatshëm
për këtë projekt, neve kemi analizua, kemi studiua dhe prapë po them e falenderoj qeverin e cila pa hezitim si ka dëgju idenë edhe projektin ton edhe ka miratu kërkesën ton për qatë parcel ku ne e kemi kërku edhe ka miratu edhe na kanë lëshu vendimin, na kanë dhonë parcelën e tash e jona është. Edhe 2 ditë gurë themeli, edhe dhash zotit shkon qysh është mas mirë ti, e di që ka me qenë një rrugë kogja e madhe dhe suksesshme, për shkak që ki të regu që janë edhe pjesë edhe banimi i studentëve, që mund mu kyç student që një farë kanë me japë edhe kontribut për kompleksin komplet, për ata fëmijë dhe më tonë cilë vendosën dhe më tonë pikrisht në brenda objekteve. Habib, për ta thëmë që ta thëmë, Habib, kështu edhe njëtën e përdiqme, edhe tek qendra sa herë që takohemi. Sot Bajram, a patë mundësi me qenë tek familjarët e tu për shkak se krejt Kosova e Shqiptaria kanë qenë pjesë e juja sot, sepse prit një përcjelljen gjatë gjithë ditës në shtëpinë të moshuarve, në zyret ku janë. Ma që 6 vite labë ti mo e din, gjdo fest na tash kem një familje të madhe. Po. Edhe i gjithë stafi ndalet edhe e festoj me banorët e shtëpisë në Gjënac. Ajo që nuk mundem pa dalë pak prej shtëpisë, unë i kam 2 fëmijë të motrës sime, të cilët janë pas njonin prind, më ka vdek edhe dhondri edhe motra, e janë të vegjël. Vetmit janë ata që mundohem me menjanu me gjithë kohën me shku me ja uru Bajramin, edhe pse vizitat e ta është shumë preksa dhe shumë emocionus. Të kuptoj plotësisht dhe me thonë, edhe emocionuse që ti po shkon, po qysh po ndahesh prej tëme dhe me thonë për marrë këtë pjesën tjetër. Por, mbi gjitha unë po thëmë, është knatësi me qenë pjesë e zyrës tënde, ku o zëtë që ata gjatë ditës, sa shqiptari vjen aty edhe ta uron Bajram. Unë ju jam mirënjohës shumë. Do shta bërzhlita një jetën, unë e them shpesh, jo pse donojnë, se realisht njeri kur jepje për shpirtin e vetë. Por pse na kanë dhonë neve mundësin. A din qëfar krenarie, qëfar knatësie është labë, kur dalëm na nga selia jona dhe shkoj me vizitu një familje, e ti je i vetëdishëm se bartë një lajmë. E qëtë mundësi ta kanë dhonë shqiptarët, ta kanë dhonë donatorët, Zoti kur mos i hu. Alil, këtë jetë sa herë njeri dhe më tonë, i ka ato sfidat e veta, i ka vështirësit e veta, i ka sprovat e veta. Edhe, a ka pas në një moment ku në fakt edhe janë dalë edhe ki mendu? Mendu pak Halil për vetën? Jo. Momentin që na e kemi bon një që këtë veprimtari e kem marrë mision, atëherë zguzon më ndalë. Dhe i sa më ndalë i lumizet. Edhe ndoshta ka pas momente fillimet të tona. Nga pa mundësia për me arrit me fitu besimin e masës, ka pas situata që mos po mbyllët kuzhina sot edhe po mbyllët nesër, po kësi raste kemi qaj si fëmija. Po në momentet e fundit ka qu Zotit, i kanë edhe i ka dha një jetë kuzhine, po flasë sa atëherë këna pas veç kuzhinë. Po. Ama për me thonë u lodha, unë me të vërtet, aktiviteti jonë është aktivitet me ndjenja, me emocione. Edhe asë si herë su ne bojsh edhe gjumin rahat, se ke loj skenare, loj rrafime që ke dëgju të parafityrohen edhe i gëgja duhet
mu lodh, mu zhyt në mendime dhe sa të zëgjumi. Ose je shumë unë të kajherë edhe ki qef, ki nevoj me hangër. Një skenar del edhe tjetë ka fshata në fyt. Shtëpia të moshuarve, na po jetojmë 24 orë me ta. Edhe ti e ndjen edhe humbjen e një banori. E pastaj të ngelen në kokë disa thonja që ti ka thonë, nështë ka pas në e rëfim, në e histori që kur njetë se ka thonë kërkujt, e ka gjetë mbështetjen të ti, a i ndoshta është i liru kur ta ka thonë atë histori, po ti e bartë me vetin. Edhe kjo si që kishtë lodhë. Po unë kam thonë, ka gjithë kjo forcë, ka gjithë kjo motive që lumë i Zotë. Habib, për pas forcës tënde dhe motivit tënë, unë isha dhe më tonë mrenda për mrenda shoqatës, dhe më tonë rrethin e njerës janë këj gjenerate re, cilët kanë një motive dhe kanë një forcë dhe kanë një vullnet dhe më tonë me qëndru edhe pra njërsh, edhe pra gjithë atyre familjeve fakt që kanë nevoj. Janë shumë të gatshëm për bashkëpunim për gjithë shkafin. Po zatëm janë ata që e bojnë punën ma të madhe. Sot mu si Halil më kanë ngellë veç me dalë para ekranëve, ose me bartë një lajmë, kurse aktivitetin shoqat punë më të rëndësishme i krynë, e vizitojnë familjen, e verifikojnë familjen, e bojnë gati shtëpijen, ose banesën këtë jenë staf, aty edhe te ke pa gjatë mujtë Ramazanit, këtë mbyllën në shtëpinë të moshuarve një mujtë ditë, se na kemi jashtëzakonisht musafir për iftare, musafir për qefere, kena vizita jashtëzakonisht shumë ta dhe unë jam mirënjohës edhe i falenderoj stafin tim. Janë djemë të ri, ka i herë mbledhem edhe mundohem me këshillu vetën edhe ta, dhe me ju dhonë motiv, dhe me ju dhonë forcë. Po ndodhë ka i herë kër e vizitojmë në i familje, edhe kemi situata shumë trona, edhe dalëm nga familja shenë në kërë është një qëtësi, është zakonisht e madhe, absolute, kërkush të folë. Ishe djemë dikush e lagë ftyrën me lëtë. Pastaj duhet me thonë vetë vetës Halil gjeje forësën konko, sot duhet me motivu, se nesër prapë e njëjta ditë është, duhet me fillu prapë me aktivitete. Po janë djemë të mirë, janë djemë që kanë marrë mision, shala Zotë i Rune ja u falë shnetën, që me vazhdu kjo mision edhe nesër nëse nuk është Halili. Unë në qashtu i kam përgadit që kjo mision, se cili për neve ka bësh dhe në ditën e fundë. Halil, a mundesh me nda shokët? Se nuk e di sa shokët i ki. Dhe thonë, gjithka i ki, dhe thonë, ku do që shkonë, është e pa mundshme pa e taku një shokë të Halilit. A mundesh me nda shokët? Jo. Nuk muj me nda. Ata që shka mon nuk kemi, shka me më shef mes neve, jenë stafi jem që 24 orë në shërbim të nevojtarëve. Ata jenë të veçumit, a për ndryshe miq e dashamir e shok, ku ka shqiptar, ka i herë të rëprohem prej nderit edhe respektit që na bojnë ashtë madhë. Të ke fundit na jem të e bo për shpirë tonin. Të ke fundit është pasunia tyne, jo e jona. Na veç ka bartëm një amanet, jam shumë i vetëdijshëm se është përgjësiz jashtëzakonisht e madhe. Kam thonë që parja që vjen të na është pare ndishme. Shumë ndishme. Dikush dërgon se ka dikon të smut. Nuk e din ti çka i ka thonë Zotit, çfarë njeti ka bo me Zotin kur ti dërgon ato pare ty, ajo kalon në përqafë tonë. E kjo të bën përgjegjës shumë madhë. Inshallah, i dalëm me faqe bala. Amin. Sa shtëpi janë bo deri Mbi 1600 shtëpi. Mbi 1600 shtëpi. E banesa e plus dhe më tonë sa... Shtëpi e banes kuzhinat pa unala, asë njëherë janë 1200 persona që ushenë çdo ditë në kuzhinat tona, jo veç në Ramazan.
kupton vitin. Pastaj është qendra kryesore mjekësisë familjare në Mitrovic, është shtëpia të moshuarve në Gjinac, është qëndrimi editor një projekti madh në Vushtri, që veç është aktiv. Si vjet inaugurohet i njëjti projekt si në Vushtri edhe në qytetin e Podujevës, edhe në qytetin e Gjilanit, edhe në Prizren, edhe në Malisheu. Janë projektet mëdha. Unë mu më vjen mirë që keni pas edhe një komunikim edhe një raport shumë mirë, dhe më thonë, edhe me kryetarët e komunave, dhe më thonë, që veprani, kështu që përdu mi falenderu edhe unë për bashkëpunimin që keni pas gjatë gjithë kohës. Abeb, je i vetëmi që e ke mbledh këtë politika me një vend, je i vetëmi që e mbledh edhe këtë biznesat me një vend, po je i vetëmi që e ke mbledh një shqiptari ku të që është me një vend. Aja që e mbledh mendoj që është sofra bamirësisë, është karvani humanitar. Se cili njeri e ndin një lirim, një qetësim shpirtëror kur jep. E këtu gjenë qetësin shpirtëror e gjithë. E lusë Zotin që me i shpërbly të gjithë. Qofë këtë botë, qofë botën tjetër. Unë po të falenderoj edhe po të uroj gjithat mirat, pa shëndetin, pa gjithat mirat e botës, për shkak se ti na dush me koni fort, ti na dush me koni tamon formë që është duhet, për shkak se këta njerëz ka nevojë për ty. Unë e lusë Zotin që mos më ndalë, më na falë shëndet, po mbi gjitha të gjithë kontribusit prej themelimit e deri sot. Na jem dëshmitar për ta edhe në këtë botë edhe nesër para Zotit. Edhe sot është ditë Bajrami, e shumë familje nështë ju mungojnë më të dashurit e tyre në sofrat e Bajramit. E shumë prej tyre nështë ka njerës që i kanë të smurë në për spitale. Lusë Zotin që të vdekurit tanë t'i mshiron, e të smurët tanë t'i shiron. Edhe një herë labë falenderi shumë për ftesën, edhe unë kam marrë me knatësin më të madhe, edhe ashtu si që fillova po mbylli duke i uru festën e Fitër Bajramit shqiptarëve Kudeshë. Po e përfundoj bashkë me ty, duke i thonë atë thonjën tënde që Zoti mos i hupt. Zoti kur mos i hupt ata cilët fakt janë pjesë e jetime e Ballkanit. Një jingle, vazhdojmë rrjedhën e emisionit, e di që më njëre pas pak, Artan Thaçi. Hajde, Artane për thëmë ashtë si vera. është knatësi, urime Bajrami, për ta bëj kështë ta më që duhet. Inshallah me këtë mirat. Me falë Bajrami, falenderit. Knatësi është edhe sot këtë natë, dhe më thonë Bajramit, është dita Bajramit sot ditën, ne jemi mbrëmje bashkë me shikuesit. Knatësi lapës pari, falenderit për ftesën, është knatësi si çdo në emisionin tonë, po unë e një vetën edhe në radio-televizionin, nisë dhe më thonë si në shpetam, kështu që misi ju gjejtë. Mu po më vjen mirë që jemi sot, a ke me bo Bajram, se zakonisht edhe unë edhe ti na vjen për me shku me bo Bajram. Me tonë drejtën po lapë, unë zakonisht shkoj të Axhallar, do më thonë të hallat, normalisht edhe të motra Adelina, ku të ka mundësi kështu edhe të miqtë e mi, edhe është një farë knatësie, një farë traditës që na ka me, do më thonë me shku, me bo Bajram. Veta me thmit. Jo, me fmishë. Do më thonë, prej fillimit i ku marë fmit, tash edhe ata sa bëhet Bajram, nuk ka nevojë më thonë se dyshysh si kur janë programu. Do më thonë, a kemi më shku për Bajram të halla, ose të ashtë e mi hallat e tjerë. Ju blen edhe sot, do më thonë, teshat e reja? Po, a i mban men ti ato? Po, patjetër. Me thonë drejtën po, do më thonë normal që për Bajram qysh fmit menzës e presin, normal, e presin dhe naj 5 e 10 që kështu në që, se po din fmit të sotit. Besa 5 e 10 që nësë ta bojnë derë. Po tash ajo besa për mundzeja. 5 e 10 që nësë ta bojnë derë. Po mbi gjitha mirër. I përmende dhe me tonë Axhallar, hallat, tezët, a shkoni viziton edhe kështu shpesh, apo vetëm Bajram për Bajram? Me thonë drejtën, me ashtë e mi shina për dit, në çdo mëngjes dhe me thonë, tash bëni një përjashtim punën e Ramazanit, po edhe në Ramazan dhe me thonë një mdalë me ta, ata kanë pi kafe, unë kom qëndru me ta, dhe me thonë, është një fallë tradite
si kur babi jam, kur ka dalë çdo mëngjes me ta, domethënë edhe ne shihna me ta, pothuajse çdo ditë. Dhe me thënë traditën e vazhdon të babit, bravo, po, sa e bukur është kjo, ku në fakt dhe me thënë edhe çdo ditë e pin kafen e mëngjesit bashkë me ta, edhe ata një farë mënyrë nuk e ndinë mungesën e babit sepse të kanë ty. Normalisht jo, na jemi si familje shumë të lidhëm edhe për me kështu që thonë na e qojna mirë edhe nashta për qatë arsye që shihem për ditë, po mos u harxha me burrat. Se me sheser plusin, ajo që mos tanin. A për kafe së në tojnë, ajo se kur pishom gjatë ditës njës të pi dikon espresso, aty veç po tojnë, ani brani. Ani se na vjen bajrami. Ani se na vjen dita edhe neve. Bash na vjen dita edhe neve. Faleminderit. Faleminderit e kram. Mos haro Artonit edhe on bensinën. Me qëtë rrugë, dhe me thonë se zakonisht bajrami pa on bensinë, nuk shkon kur qysh. Vallaj, 30 ditë pa sheqer pak problem, kështu që edhe pse jena prapë thëm plus me kalori, po jo si thëm. Jo. Jo. Po më intereson që shkoj Ramazani, përgjithsi. Me thonë drejtën labë dhe njerë, faleminderit shumë. Shumë letë, do me thonë, gjithë e dim që u konë nashta ma i shkurti najherë, krasu për shembull disa vite ma parë që nashta verës deri në 8 diçka. Tash ka fillu në 5 diçka, po domethënë përfundoj në 6-7-8 minuta, domethënë kur ma letë sukan, po edhe angazhime ditore për bojnë vetën, domethënë momentin që ti po je angazhum dikon kur po kthesh vup peshe orën 3, shkoj dita, hajt edhe diçka, veç kur peshe kënej hoxha u bo iftari. Domethënë letë, mirë, ndjenë shumë e mirë, edhe e kom pa dhe të poplit që për me një masë e madhe njëzve jënë të e agjeru. Nashta dhe të do njëz që s'ma ka marrë fort menja, kom pa plot që edhe për s'parere kanë agjeru, ndjenje mirë. Mu, që kam vjen mirë dhe që kam kalon për shtypje që solidariteti, dhe më tonë, edhe bashkëpunimi, edhe jondasia e feve, për shkak që na kanë respektu, dhe më tonë, edhe feja katolike, deri në pikën e fundit, unë kam me që në kam ftu dhe për iftar, kështu që unë po i falenderoj gjithë ata, falemderit se cilit që jemi bashkë kur janë festat, po jemi bashkë edhe në këtë vend, këtu ku duhet me qenë gjithmonë 365 ditë, jo vetëm në vishë muaj në shajtë Ramazanit. Artane di që edhe për ty, edhe për mu është e vështirë. është e vështirë dhe më thonë kur zgjohesh mëngjes, zakonisht dhe më thonë ki qef me bo bajramin e parë dhe më thonë me prind, e na e krymë ceremoninë me nanat, po dhëtë me shku të babi pa tjetër. Që që edhe unë kam qenë, edhe ti, sigurt. Me thonë drejtën po, dhe pse tash pa desht me hikështu ka pjesa fetare që bojnë thire gjithmonë që me qenë së është bajram është ditë kësimi, dhe më thonë mos me i vizitu varezat, mirë po tash nësë po mujna pashku. Prapse dyqysh pendjen vetën një farë obligimi, po do këtë sigur e ki prezent fiziket. Do këtë s'ka bajram, s'ka fes, s'ka kur gjodë më të nësë të shkoj dhe. Po, normalisht që tash na mënohë me bo të forcë, thjesht gjithë se cilë për neve është mirë që atë mërzin me këty në forcë, me këty do më thonë që atë kujtimet e mira që i kemi pas me prend gjithë se cilë për neve, kush do që nuk i ka babën, nanë, apo qofte dëtë. Thjesht nuk po thëmë mos me u mërzit, po thjesht është mirë për neve gjithve, veç mi kujtu me kujtimet mira. Dhe më thonë, që ato ditë që jënë kontë mira, me që ato mi kujtu. Thjesht mos me mërzit vetën, mos me mërzit familjen, se ata s'kanë pas që asë njerë neve me na po të mërzitshëm. Dhe më thonë, kjo është një për arsye pëse na duhet gjithmonë me kontë buzëqishëm. Zakonisht, kur shkën, për çka do? Tash unë nuk po e them, domethënë veç festën e sodit, festën e Bajramit që jemi, po përgjithësi. Domethënë sa herë që të vizitohet, ai tregon të mirat e të këqijat. Cilat po ndodhin, edhe me ty, edhe me familjen, për shkak që unë shpesh herë diskutoj, domethënë, edhe më duket që ja thash. Me thonë drejtën po... Edhe lirova pak. Po, me thonë drejtën po, nështë në funksionej paka shumë që ashtu njëjtë, po ka dhe momente kur e kom nështë që me thonë nej ngarkes. Që s'mundesh me zgjidh. Po, do më thonë, ka momente ku në shpe ma bëjnë falë se diçka po të shumë që i ngarkum, nuk i ngarkoj. Qka bëj, për shembull dalë pak me vetur, që të nëna muen pak, shkoj deri dikon,
E tani që aty do me thonë, sikur me thonë foljen ashta me babin tem. Ta. Ndoket që për me hi këtë një farë tjetër bote. Që aty tani munona krejt me inzer ato, me u shliru me një fjallë, vëtën. E normalisht që po, na shta ata fizikisht nuk jam me neve, po në anën psiqike nuk largohen asë njëra, vëtën. Po, që ashtë të njëjtë. Qka më banë mend, dhe më thonë, qatë kujtojt në i bajram që e banë mend që e kje edhe sëtë memorje kur ta kujton, po e marrë shembull? Po, Se aty shumë bajrama, shumë bajra, po, me cime, normal. Po, kështu, dhe më thonë, e di që për bajram gjithë ka në shpi. Nëse për shembull e marrëm në mramje tira, për shembull me vitin e ri e këto që, dhe më thonë, ashta së më besën, po u konë për vitin e ri, për shembull, konë hera e parë, së është pandemi, dhe më thonë, që e kom festuune me to bashkë. Dhe më thonë, unë i kam 37 vjetë, i beke, dhe më thonë, hera jem e parë me festu Mas 36 vjetëve. Po, mas 36 vjetëve. Edhe, kështu që sa i përket bajramit, për bajram gjithë u konë në shpe, edhe normalisht bashkë me babin për para kemi shku, dhe më thonë, të Tagja Lartë, normalisht të Adelina, po, ashtë ta kohën e fundit edhe, me thonë drejtën pak, kështu me u të regu i sinqert, ka pritu pak me dalë. Me dalë, po. Se normalisht angazhimet e shumë ta një jetë edhe, dhe më thonë, që ka pas dëshirë në shpe edhe në katun. Dhe më thonë që të dyja i ka pas prej katunit, me nëzis ka prit ma në shpe, kur ka në shpe ka flet, me nëzis ka prit me shku në katun. Dhe më thonë, thjesht e ka pas si fiksim. Dhe më thonë, që të dyja. Tak. Ama e mira që ti e ke vazhdu, dhe më thonë, edhe pse ajnë në kohën e fundit, periudhën e fundit nuk ka dalë për bajram, për me vizitu, ti e konaj. A e mbanë mend, dhe më thonë, në i bajram ku ke shku diku, edhe në fakt ku ki prit ndërsa që për t'jepin pare, për t'kan jep në i bëmbën. Ka pas momente kur s'ku marrë dhe kur gjëheq. Po normalisht, ka pas rastet të ndryshme, po pra po thëmë, është veçaj e ndjenja e mirë që është për bajram dyqysh që shkën dikon, është gjithmonë një farë buzëqeshje, një farë mikpritje e mirë, dhe më thonë edhe vrejt energjia mirë në cilën do familje që të shkoj shabutën. Po në gjithmonë tani urejt që atë energjit mirë njësë të me pas edhe ditë tjera, jo veç për bajrama, se ka njerë, adhe një kuptaj gjithmonë njësë që njerë se kanë ditën matë mirën, ka lejë ngarkesa njeri, po pra po thëmë kështu si popull shqiptari na shumë njësë të mirë, na shta bohëm nërvaz shpejt, po jena të këthyshëm. Po, shumë shpejt këthehem. Unë e di që një shqiptari, babi ka bo për me qesh. Dhe e di se sa batutat njët i kemi pasë edhe të përbashkëta. Në më thonë që shpesh herës e përmenden, mu më ka ra kogja shumë, në më thonë, në për diaspor, bile me ullëtu, ashtë ma tepër më ka ra, ndërsa dhe shpesh herë me qenë me një dhomë bashkë, si të mos Norvegji, kër kemi qenë për herën e parë. Ka qenë një eksperiencë e pa përshkrume dhe e veçan, edhe për mu, edhe me qenë ofër të nëve, me marë pak edukat, me marë pak shkollë, me marë pak mësim, ndërsta edhe për të nëve, si të mos për sjelljen. Për sjelljen ndaj njerëzve, për dashnin ndaj njerëzve. Në me thonë, mu po më vjen mirë ku dashta me dalë, që në fakt njëjtë për e gëzën qëta, për e gëzën dashnin e njerëzve, sepse mbi gjitha është lufta, qësh është me ditë me respektu një njeri tjeshtë. Shumë e vërtet, lapë, s'pari fajmderi shumë, babi u konë një tip ashtu i pasher. Po. Edhe, për shembull, ai që thojnë ana nuk ka ditë me u rujt. Për shembull, thjesht çka e ka ndje e ka thonë, u konë shumë i drejt për drejt. Nëse i ka një mirë, ta ka thonë sy, nëse e ka po që si e diçka, do më thonë, nuk është konë tip që është rujt me ta thonë të gjysh si anash, po ta ka thonë direkt. E nashta për ata që u konë shumë direkt, i sinqert njës të dhe ka ndashtë shumë. Se shpesh herë, për shembull, kur unë kom nejtë shumë afer ti dhe kur kemi shku dikone se për shembull dikujt ja ka jap një kritik të fort, e kom prit momentin, nashta unë pak ma vonë me thonë, pak e ronë keq ajo që i the. Jo, nuk është e ronë. Për shkak se nëse ja thu direkt, do më thonë ju i keq kuptimeve.
nëse do më thonë shkon si të ja zbutë, si këse kryon kesh kuptime, kështu që ma mirë është në symi a thonë edhe drejt për drejt, se në herën tjetër ka me pas shumë a shumë kujdes. Në ka shtime menu, do më thonë që për me njëri do të me konë jetën e përditshme shumë direkt për mos me kriju kesh kuptimne, edhe që respektohesh ma shumë. Në fakt, unë e kom vrejt, edhe të këty, edhe të këta Adelina, burimi është pak ma ndryshe. Nuk është si drejt për drejt e mbanë vete. Po ama ti edhe Adelina jeni pak ma drejt për drejt. Edhe e bukur është kjo, dhe më tonë që tatuni edhe të mirë edhe të keqen, tatuni dhe më tonë balë për balë, se s'ka sënë ma të mirë. Po, pra po thëmë, nashta është mas miri që ashtu, se tash na dim për çdo ditë përballë me lloj-lloj situata, jeta jone e përditshme, puna e tjerë, po nashta mas mirë është ashtu që se njerëzit edhe të njohin ma mirë. Do të thonë, thjesht çka ki në zemër thuje. A di mos e moj peng, se tani ka raste kur nuk e thu, tani shkon në shtëpi thu, ko ka dosht m'ja thonë, jo, ma mirë thuje qëte. Unë, Artan, se e bashkë me ty, një zemër, po du m'ja dërgu nanës. Nanës të ande, për shkak forcës dhe vullnetit edhe gjithë shkafit që e ka dhe sët, për shkak që, o zët, ka kemi qenë, dhe më tonë, bashkë me cime, batutat kanë qenë në emër të nanës, kur nuk e ka marrë shembull dikon tjetër, po e ka marrë për familjen kryesisht. Kështu që edhe aty edhe për këto një respekt shumë të madh. Faleminderit shumë lap. Është e vërtetë ajo, nështë avës pak më ndërlidhë këto që domethënë gjithmonë se e ka cek babi, gjithmonë e ka marrë shembull thë ke gruan, nanën, se nana e mirë në shqiptari shukria domethënë. Gjithmonë e ka përmend babi, apo nuk është diçka që se din, edhe çfarë do të thonë është që thë nëse dikujna në këtë rast shqiptarit, ja përmen gruan, pa të keqem, mund me ta marë për keq. Dhe ke një farë lloj sakrifice ma mirë me gruan tem shembull. Dhe ke po, tash kur për marrë dhe ke shembull, gruan tem ata po kesh. Po kesh. A kur po ja përmeni gratë aty ne dhe ke, qysh, dhe më thonë, jena pak fanatika si njës, po ma mirë vetën. Artan, unë e di që ti nuk po ndalesh, dhe më thonë edhe me punë dhe me aktivitete, me diçka. Çka ka me pas diçka të re për Artani këtë priull që po vjen edhe sezona për e verës? Me thonë drejtën, për me kena dhe motorat edhe nashta s'podina më nalë, po na dhe kena moshën mos me nalë qëtash. Ka shumë senet mira që po vinë, po besoj që ta zhvish pas se jo gjithmonë vetë më nëshme ja dalë, pa pas një ekip, edhe po pregaditën dhe më thonë për diçka të mirë ta shumë prellë me fillu. Ka edhe diçka tjetër shumë ma të madhe, që është nashta me thonë jetësore për familjen tonë, po ato e kësha lanë kur t'i vjen edhe pak momenti. Momenti të më thonë përmes. Se të më thonë, po të premtoj që kine me konë kështu lajme ekskluziv për juve, po ajo ka me konë diçka që është për neve është shumë e madhe, tash për njerëzimin në varë që është e marin. Kështu që po, plane po, punë po, po më mja bo hizmetin maksimalisht, për mashallah, s'ka të zëtë, faleminderit zëtë. Mu më vjen mirë gjithmonë kur jemi mirë, edhe ashtë ma tepër kur jemi zbashku në këto festa. Artan, po të falenderoj për zemërsisht, falenderit shumë për mbështetjen tonë ndaj emisionit Një kafe me Labin. Falemderit jo vetëm ty, po falemderit komplet familjes, për shkak që kom qenë dhe vazhdojnë me qenë pjesë e pandashme e jemja. Respekt pa fund. Falemderit shumë lap, që Sovja të bënën një 20 e gatit. 24. Po 24 vjetë, më me thonë, ashta je një farë lloj profesori, kësaj pune, po je, ashta me thonë edhe, i ke motivu dhe shumë njerëz tjerë, dhe me thonë, për emisione, për çka do qoftë, a vëtanë se është shtirë me i mbjetu, për shembull që Sovjet jeti në skenë, me lloj sfida që njerëz nuk e din hiç, për shembull qysh kem rriti këtu, bravo edhe ty, se dhe me thonë nuk është e lehtë, po t'i uroj nashta edhe një 60 vjet tjera në skenë, jetë një 100 vjet, suksese, pashëndetin edhe inshallah veç për të mirë. Shumë faleminderit, edhe një puq kështu pja që në labi thmive tu, o me të tonë thmive pëse ata të kanë bo shokë. Si shokë, bashkë, si shokë. Shokë se thuja matë minën e kohës. Unë për të në vazhdojnë i tjeni bashkë me Një kafe me Labin, se kjo është Një kafe me Labin e juja, e shqiptarisë.
Amani, amani, shok ju mos më qani, si t'ja bëj mjeri, as vetu nuk e di. Zemra se ç'mu doq, sevda jas mu hoq, sevda jas mu hoq, lal nga bukurie saj. Kush niset me ba sevda në moshën e pleqëris, kush niset me ba sevda në moshën e pleqëris. O mjera të qërën menja, kujton vitet e rinis. Mjera të qërën menja, kujton vitet e rinis. Bravo! Zemra kur nuk e pranon, pleqërina s'kur se don. Zemra kur nuk e pranon, të den një rudh, të den një thin, koha ikën, mosha shkon. Të den një rudh, të den një thin, koha ikën, mosha shkon. Bravo, Dima. Ishim bashkë edhe me marketing, faleminderit gjithë juve që reklamoni produktet dhe biznesin, qofte një Kafe me Labin, apo qofte edhe të radio televizioni 21. Unë për të edhe njëra faleminderit Pavinit për aromën e kafes që më jep në studion e emisionit një Kafe me Labin. Këtë rast Fellini që na ka sjellë ëmbëlsina edhe kemi ëmbëlsina për çdo musafir që është pjesë e jona. Faleminderit shumë Valone Fashion Group, Levenot Gashi. Një mik tjetër i imi, po është edhe mik i juji. Është kënaqësi e madhe sepse sonte bashkë në këtë fest vjen Blera. Blera, urime Bajrami për thëmë spari, kënaqësi është me Faleminderit. Urime dhe juve, Zotja Allah ka bolë gjithatë që kanë agjeru Ramazanin. Urime kjo festi Bajramit dhe shpresoj gjithatë mirat në familje, lumturi, mbarësi dhe sa ma shumë dëshri. Sa ma shumë dashuri. Unë e di që zakonisht Bajramin e feston prej një familje tjetër, dhe më thonë mundohesh mi vizitu krejt tafërmit e tu, dhe më thonë gjatë ditës sotit. Shkove dhe sot i vizitove? Po, sigurisht e kemi traditën mas pare shpe mi hongër drejken E Bajramit. Bajramit. Mandej destinacioni jonë është Mitrovica, ku shkojmë të gjitha gjallartë, hallat, tezet, dzajt e kështu. Normalisht, unë nuk ka që shkoj shumë shpesh, po mundohna sa ma shpesh. Bajram. Një Bajram, po një Bajram ani. Mundohna sa ma shpesh, dhe sigurisht që kënaqësi. E dim që festa e Bajramit është një fest e jashtëzakonshme dhe është i bashkon familjet, njerëz në energjinë, jep shumë dashuri mes veti, qetësi. Muaj Ramazanit është muaj i shajtë dhe sigurisht që prej që ma i mene i vogël, kur veke Bajrami, domethënë ishte një kënaqësi e veçantë. Po se i bleshim teshat, e Mas pari teshat, kpucat, mandej e më ndresh pak flokët, më bogate, e tani prit shumë si fëmi, kush më e pare. Që është feste veçantë edhe uroj dhe shpresoj që vazhdon kështu. Kur jemi tek fëminia, dhe më thonë e the, dhe më thonë që e pritshim dhe më thonë edhe kush përna e pare. Po kështu me dalë në për mahalla keni dalë ju, a del Mitrovica, se na zakonisht në pej dalin prej shtëpisë në shtëpi edhe mbledhshim sheqera, bombona, na jep këtë dikush ka, na jep këtë dikush pare, a pëtë ndiqysh ati çfarë gëzimi është. Jo. Moshëm, një kjesë të madhe e moshëm e... Megjithëse unë normalisht jam rrit në Prishtinë dhe shumë i vogël jam marrë në Prishtinë, 3 vjeçar, po çdo Bajram jam në Mitrovicë, po
Në Mitrovic nuk është e tradita ku dalin e për me Jo, Jo, e na thmija, si thmi, dhe më të e na dalin. Te na Mitrovic është ma shumë kur të vinë musafirt ose thjesht familjartë edhe me bo bajram, ata mund dhe i fëmijëve ju japin dodhuratat vogla. Po flasë të vetja, dhe më të çfarë ndjeni dhe çfarë kënaqësie është për shembull që për bajram kur shkoj për shembull kur jam shpe, jam pej, edhe në fakt ata fëmija kur vinë, dhe më thonë vrash vinë edhe prej mahallave tjera. Edhe tash janë fëmijë, dhe më thonë edhe hynë të dyrë të oborit edhe thonë për haj bajrami, e lëshojnë dhe më thonë zanin edhe është si karri i shkollës, a? E të kuptu, dhe më thonë që ashtu do këtë ndjenja, edhe tash kur t'ju dalone, për shembull, la paradja, shpija lopit, çfarë ndjenje dhe më thonë e përjeton dhe më thonë bashkë me fëmijët. Mu nuk më ndodhë kërë Mitrovicë, në vetë shkaj shtu edhe, ama jo, unë se ma i men lapë që të na Mitrovicë fëmija që shtu pojnë. Për shembull që ta ulanti na me Gjakovën e kenat, njejtë e kenat. Po, me Gjakovën e kenat për bashkë, dhe më thonë asë lumi, dhe më thonë këtë pjesën e vitisë. Kjo ka si tradit pak si për Halloween që shkojnë fëmija nëse nuk i jep, diçka edhe nëse se jap i gjujnë veja, po. Na nuk jo, na për Bajram është e pamundshme pa jep dikush. Do të thonë tash ti unë po flas të na, do të thonë, edhe komuniteti tjetër që kena pas, po e marr shembull, edhe para luftës, po flas o kur e pamundshme pa dal pa ta jep, do të thonë. Jo, pa të jep diçka. Edhe para luftës po se po, para luftës për shembull ku do që je shku edhe gjatë rrugës ku je shku dhe i të familjar, ku ke pa fëmijë ke jep diçka. është një ndjenje tillë, është një njeri e bën gjatë tillë sepse një jetë mirë, po nuk është që na unë kunim fëmijë. Po. Normalisht çdo bajram e kum festu në Prishtinë, mandej Mitrovic. Shumica e ditës jam në Mitrovic me të familja, po jo nuk e kemi posta. Ne kemi prit shumë musafirë dhe aty ku ka në borë, ka shtëpi, ka. Okej. Bukur. Sot po e marr shembull Tares ai blen Tesha. Jo, si blen. Me vetja e merë për bajram. Po, e marë me veti. Tara zakonisht, kur t'jam në Kosovë, kur t'jam në tim, kur festojna bajramin, në varet me të utëm kemi kontakte shumë të mirë dhe flasëm ku në konvenon neve për shamu se Tara gjithmonë feston edhe të mami dhe të babi. Kur kam planifikime të uta me familje me utu dikun tjetër, atëherë normalisht mas ditë shkojnë të uta, ta ne e kondër ta. Po, Tara e marrë me veti ku do që shkoj, Tara më mësu tash me familjen tam, e den, familjen tam të madhe edhe e mira asaj që kuptimin ajo është shumë e kënaqur se feston edhe me mamin dhe me babin. Në varet ta paradita mas dite, kështu që edhe ndoshta edhe çdo fëmijë që ndoshta e ka prindë ndam. Po ne i kushtojmë shumë rëndësi fëmijës tonë dhe që ajo me kone lumëtër, po besoj që diri sot si ka mungu kurse. Dhe më thonë pare i jep. Asoj pare jepën për ditë. Po, për Bajram, a e të kuptu, për Bajram është listit. Unë tash jepi pare Tarës, që ajo me jep fëmijëve. Okej, bravo, e bukur edhe kjo, dhe më thonë që për më jep, dhe më thonë edhe të tjerve. Blero, e di që Bajrami dhe më thonë mundohë me qenë bashkë të se cila familje, se cili e ofër t'i përmende, holla, tezë, dojt, krejt. Të merë mali për atë kohën, kur i shku të dojt, si të mësë për shumë, edhe kinejt, ndërsa 3-4 ditë. Absolutisht që po, se... Edhe kena flejt kejtë me një dhomë. Edhe s'ka pas lezet më të madhë. Nuk on energji jashtëzakonshme. Normal që merë mali laps është, normal ajo, po këtë vit Bajrami ndoshta ke pak ma, si me thonë, pak ma i varfër në drejtim, sepse prindë mi në Suedi, mami dhe babi që auguroj Bajramin atyne dhe gjithë prindë ku do që janë dhe gjithë njerëzve, po mandej burimi me familje shkoj Mitrovic, unë vazhdova tutje. Këtë vit nuk ishte si çdo vit tjetër. Dhe ishte pak ma ndryshe, po ndodhin. Se tjetëri është ma 3 muje më s'ka bofsha, po? Po. E zavensojmë. Me sheqer që shjesët, se zakonisht dhe më të mësë gjatë ditën. Unë sincerisht ja ti na njifim që sa dhe ti din na. Pa. Unë nuk i përdori asni. Edhe kur shkoj musafir për Bajram, dhe më thonë nuk... Nuk ka shansë, muna me pini gotë uj. Pa.
Edhe Normal, të rigotuj. On besinat jo. Në vërsinat jo për najsen, po mënohen me lap, se kena bodhe pak një farë moshe, dhe puna e qausheshe, normale. Po duhet me mbajt vetën. Po duhet me mbajt vetën. Kështu që një ku të kisha ti edhe... Tu e pi ujën, Avren. Këto mëlsirat, nëse ka pruna i naj... Fellini, jo Fellini nuk e kam gjithmonë. Okej, atë s'ka për Fellinin. Me vite. A bon? Tu pi ujën. Franka. Karriera edhe na i lajmë del. Po. Kështu që unë niva, dhe më tonë prej por njerëzit po folin, po mendoj portalet, a është e vërtet, as është e vërtet? Çka? Dashnia mërë qa, përshë, ndoshta ti kërkon një tjetër dashuri. Kjo teksti kësaj këngë lap është kur njeri është në vujtje. Jo, aha, sa s'kena vujta me këta, më stani. Kena këci me këta. Po, unë jam i lumtur, ndroj këngën. Ngam, Hajde babo. ngam, na kena valdu me këtë këngë, tash dhe më kena adin dhe valdu, më tonë atë vakt. Në atë vakt dhe më tonë s'kena vujta me këtë këngë, tash dhe po folim realitetin qka është. Atë më se me gjithë këngë kërshëm diskoteka me Shqipënije gjithë ka, e të kuptu. E kërshëm këtë këngë ma këta janë ishim këngë tjera dhe kësa ishe. Është një ndër këngë të cilat me të vërtet e kom nënvlerësu prej se para se mi bombas shumëti. Po. Atë jo nënvlerësu, po thjesht kom pas mas pak ti pritje prej kësaj këngë që mund të mbohet diçka. Por që më dele kundër ta, do me thonë është thjesht muzikë lab, ti e din që është nuk mund me bo matematika, nuk e dina, ideja është me bo muzikë. Jo. Nuk e din, ti mund është me mendu që e kini këngë në dorë që është super hit, po që ajo dështon. Po. Kështu që kjo kënga fotografia është një këngë e cila se kom prit që ka më përcjell mu me vite në karrierë, edhe ku më thotë mu që është kënga jote ne jemi rrit në fotografinë. Unë e kam këngë edhe para fotografisë. Po për që bëhet një këngë embleme në kuptimin që madhështore në karrierën time, o konë sa një maj papretshëm për mu. Okej. Ka diçka të re apo s'ka diçka të re? Fotografia shumë e vjetër. Më tonë fotografia e vjetër është, më tonë kjo këngë është e Fotografia vjetër se ka diçka A më se? Po ti folën mu se në shpete, na jena të Po njerës të veç, pis. ama ka diçka të re? Po. Ha, ka diçka të re? Po ka diçka të re, normal që ka diçka të re. Po, dhe më tonë ka hajde urime. Apo do këna mirë? Apo po shumë. Faleminderit shumë. Zakonisht dhe më tonë në qëta pëtëm, po do kështë avlet dhe më tonë shumë i freskët, edhe Bajramit kanë zonë i freskët, se zakonisht kur je Baklava se më kanë zonë se nuk e ha. E jo, kur je i lumë të rësa në vend dhe më tonë qëta, po më punën dyshim kur e dhe bardhe zë, qëta. Jo, ngam, se s'po kam qef, lap se... Me fol. Jo, në koncertet se na unë me ty foli krejt, belit me ty. Po, s'po kam qef po tem, gjona që, se se njeri ka fatin e vetë në jetë. Kemi, mund të gjejmë vetën nëse jo me dikon, por s'kësha pas qef po tem Nisan e cila është jetë private, po sinqerisht e kam, jam shumë i lumtur dhe jam i përmbushur. Gjatë këtyre viteve sa jenë, po mendoj, pjesë e skenës, pjesë e muzikës, pjesë e show, pjesë e showbizit, pjesë e gjithë shkapit. Gjatë kritë këtyre viteve, cila është fotografia që ty del për para, thapë edhe thëtë, që kja? Fotografia... Jo konga, por një fotografi dhe më thonë që te ki, për shembull, çka do që të bjen, domethënë, ku do që të shkon ulesh në vend, edhe fup del sandi më i rëndësishëm për shembull gjatë këtij karrierës, del pak një fotografi përpara. Po, është kur e kam marrë tarën në dorë për herë të parë. Okej, domethënë, çajo kjo është fotografia, domethënë që Kjo është kujton. fotografia më e bukur që më ka beku Zoti mu, edhe nuk më isha më besu, dhe sigurisht ti e din edhe, ke qenë pranë. Se mos përsëritim, po nëse thot dikush pyetja ke shumë e bukur, la faleminderit. Po vetë që kjo më del përpara dhe mendoj që kjo me fotografia me fundit para se më mshel sytë dhe me ndru jetë. Lëra, pa shfat edhe këtë mirat e Zotit, një sparit ta kesh shëndetin edhe pastaj ti kesh gjitha tjerat,
E di që na kemi mu taku prapë bashkë, ti nuk të ndalësh, jonë edhe projektet e verës. By the way, se Projektet e verës. nëse bën me jep edhe një lajm të ti? Po, pa tjetër, që Po, sepse me shumë respekt për kolegë tu edhe mediat e tjetin që ne kemi raport shumë mira. Me 15 maj kam u lansu albumi jam. Një album lab të cilën me të vërtet kam punu shumë. Po punoj për ditë dhe për natë. Kam disa njerëz që do më falënderoj nëse më lejohet, sigurisht, sepse kam shumë rëndësi. Patjetër edhe pse kisha dashur domethënë me të pas edhe një herë në studio. Sepse mas andaj domethënë para se më publiku se mas. Ka më qenë interesant një album lab, mas pare ta them një instant që albumi këngët e albumit janë definitivisht disa këngë, janë këngë të cilat nuk mendoj që njerëzit i kanë i me çfarë zhondër, po ta dini çfarë zhondër është zhondër shpirtit tam. Ne si këngëtar, si krijues, gjithmonë mundohemi me apo shefin popullit. Po në këtë rast kur ka shumë falje populli, ja kam bërë shefin veti. Edhe inshallah ju pëlqejnë këngët që kemi krijuar me njerëzit e mi. Në këtë rast është Nesko, është Bato, është Loriku, janë shumë njerëz për rreth që i du mi falenderu shumë. S'po du më mik dikush se tani është edhe në të një e shkesh, po lab kur kena ku, kom të shu do kong, nështë edhe ty s'pëlqejnë, po besëm që shpirti jam, fletë që aty jeta jam, edhe me 15 maj kemi vendosur bashkë me Erkondin, me lansu, mujnë prill kemi vizhiru një 4-5 klipe, albumi është already ka një 25 kong, po do të mi selektu 12, që ajo është limiti, po besam që është shumë shtirë, se në falë që për markuam kështu. Jo, po mas 12 vite, jo, 10 vite më të ka po që s'kom po album. Po. Edhe mundet me konë albumi jam i fundit. Ja. Mundet me konë, sigurisht. Jo, sinqerisht e kam. Por besoj që kam në shpirtin këtë album edhe komponu këtë radhë me një energjit tre, me njerëz tri, me njerëz që më kanë kuptu shumë ma shumë. E ka në sikur lab, në muzikë ti krijon shumë miq, krijon shumë energjit mirë me njerëz, dashni, respekt, miqësi. Po, me një kohë saktu me vinë disa njerëz ku të vinë një jetë ku me të vërtet përmbushë muzikalisht. Po. Tani edhe miqësisht. Sa i radhe, kom pas fat që me Neskon, me Baton, me Denizin, dhe kështë të Denizin. Edhe kështu që i avlen me ngu këtë album kur del, bile vesh ka një klik nga në mas andaj së kejtë. Besame që është kejtë for shpirti jam jetë jam. Unë s'po du me folë kur gjo ma shumë rrët albumit, sepse në fakt do t'jetë edhe një herë pjesë e emisionin Një Kafe me Labin, ndështë jo, po bilem tek... Edhe me performansa do t'jemi, edhe performojmë në të donë ti. Po, kështu që pa tjetër dhe më tonë edhe tek eventi atje që do t'a përsjedim. Dera, pas shnetën dhe këtë mirat e Zotit, faleminderit shumë që kje pjesë e emisionit Një Kafe me Labin sonte. Lab, faleminderit shumë, pas që ti shëndetin, edhe ne si popull të pashim ty për jetë gjatë. Faleminderit shumë, respekt pa fund. Faleminderit. Unë të më qëndëreni bashkë me ne se jingle edhe pastaj vim me Butrin Trashitin. Është kënaqësi sepse sonte erdhëm krejt pjesën e fundit e emisionit Një Kafe me Labin. Faleminderit Butrin Trashitit bashkë me Lumin, bashkë me Tolantin që kanë sonte edhe një farë mënyrë repet edhe pak atmosferë. Faleminderit shumë. Faleminderit për këtë. Shumë, unë na u kënaqëm. Kom bo mirë që ta kom dhënë këtë ideja, po. Po, shumë. Ka lezet. Do javë dhe më tonë, po kranështë edhe më mësafer, sa e sa kongët po i ndëgjaj, po sa e sa kongët po rikthehet. S'ki nevoj me dalë heq mo. Jo, qëfar, ta bëm punë. Që shkoj dita sot, mujte me shiju Bajramin tamon që shduhe, dhe më tonë me shku për një familjar tjetër, se zakonisht mbramjen e di që mbas me e këtu kime këndu. Po labe mirë shumë, kemi kalu shumë mirë sot. Vizitum ata që ta ofërmet, ata që na dojnë i dojna, u kënaqëm,
Po s'kemi mujtë mi hongër baklava se cilit. Jo, Në shpeu furnizum edhe të furnizum shkum. Këtë që mirë kja shumë, inshallah veç jemi mirë dhe presim shumë këto festat i festojmë bashkë. Qështë e marrë mend si fëmi Bajramin, dhe më thonë, e marrë mend kur i bleshin teshat e reja? Kom flajtën e me ato tisha. Ha? Kom flajt një ditë për parë, atë tjetër po. Si O, ma zakonisht. bre. Ma, në ledore, se O, baklava dika i ka mujtë me hongër, po qëta garant. qëta jo? Garant. Po, Ola, po, ka qenë knatësi me nesit me vesh ato teshat e reja. Unë e mendoj që s'bohet kur nesër, edhe u tu qapu me vesh lavjo se dikush tesha tani mi Po, bujnë në lëq. qatë ndjenje kisha. Ata është më pak që e lezeti kam munga. Ajo ka ekë, është mungon ai lezeti, se në fakt edhe sot fëmijëve del ju blenë e krejt, po prap nuk është ajo kohë që jonë sot prap. E blenë teshën krejt, e mërë iPad-in, po makjezë ta lyp Por telefonin. bajra, mi ki ketë në iPeda. Dëvesht me këmishë e thyme, se të ne Të si shtrem pak. shku të lyp bombona me iPad. Po, bëme qëta. A ke dalë një me? A e marrë menë si të fmi? A ke dalë me marrë, ka ju nuk e di, ka Gjilani, që Jo, na. Kafeja, dhe me tonë keset i marim dorë, edhe të dalëshim derë për derë të mahallës, edhe për mahallës tonë shkëshim një mahallë tjetër, e mbushim dhe me tonë komplet ato me bombona, me sheqera, me qka Ju pas ke tjepshim, dalë dhe me plus. tonë. Ja, në gjithë minus Në këna epshin dalë. edhe pare, mërë që shjo, që edhe Taulanti për marrë menë, edhe Gjakova e ka të njejtë, dhe me tonë. Vishë Ja. më pare jo, kështu sheqera po. Nase kena pas këto. Pare jo, Gjakov nuk e Për pare s'ka mërë, ku me marë pare? S'ka Ja, na, pare, këtë vishë update se kemë, se na autostradën se kemë alo. S'na kam rinë një velë. Dhe s'ka mrija të Na, autostradë. që të kemi mitë. Dhe me tonë nuk e manë mendëm. Jo, na i pare po si të miku, na ka dhonë, na i artë e Dhe me bërë. tonë dikush po. Amo këto bombona këtu ju, i kena rujë dhëmë. Mos Botërën, unë e di që në fakt na bjen shpesh me konë dhe sidomos me diasporën. A ki dikon diasporë? Po, i kam gjysmën e familjes, i kam në Zvicër. Që ta mushën klabet gjithmonë. Po, Gjysën e familjes. gjysë, po ata veç me ardhe gjysa. Me gjysa më ardhe aty po. Nuk e di la bë mu ma shumë edhe të kom tregu dhe me ardhe veç në Zvicër më ftojnë me kënu shumicën, nuk di pse. është shumë interesant, nuk e di dashnin e kanë Zvicra. Se unë po flasë dhe me tonë se jam prezent edhe në për vende tjera, po ama 90% Zvicra është. 90% Zvicra është. Për ata që jetojnë në grupet, për ata që asene se zakonisht atje, unë e di kur ju kënon, dhe me thonë a i sen, dhe me thonë atë mbrami që është kënojnë barabart me ty. Pa tjetër. A jeni gati edhe jo? Apo Do shkojmë ma japësh një det. Apo shkojmë musafirat, apo shkojmë musafirat. Ej, si kur sot e mbaj me mirë, o, këtë natë vere shumë të nxet, pa të nardhe shumë mysafir, o, me më për cjell, o, me më për cjell, o, për gurbet. O, da e mush plot mysafir, o, me për cjell, o, me për cjell, o, për gurbet. Ej, baba u rujke mos me kajt, o, edhe pse kish shumë mërzi, e nana lot s'mujti me inal, oj plasi vaj, oj plasi vaj, si kur shi. E nana lot s'mujti me inal, oj plasi vaj, si kur shi. Kjo është tamam për gëveqarë. Mos e përflet lap. Tamon, jo. Se shkojmë këthejmë në apet. Jo, po, na me shkojmë më këthy, po që ata që i kena atje, s'më mujë mi pru mi këthy. Qa me bu. Ata kanë... Tash edhe po iki shumë. Po, E ke po dhe këtë po, e format. di që shumë familje po kërkojnë për me dalë, për me shku, me punu, me kanë po urat visë krejt. punës. Kështu që më vjen keq, inshallah, do Zoti që kjo Kosovë një ditë për ditëve të shëndritë dhe në fakt që ti kthehemi për shkak që jemi punëtorët më të mëdhenj në botë që ekziston me punëtor, si punëtor që janë shqiptarët nuk
ka kërkum botë. E di prej fjallëve, dhe më tonë, të shumëta edhe në përvendet ndryshme të botës, se na shqiptarë, dhe më tonë, dominojmë, dhe më tonë, kudo, në cilin do sektor që shkojmë. Nëse shkojmë të gastronomia, për nisëm për Amerikës, restoranet matë më dhaja, restoranet matë mirat, kamarierat, këtë komplet, dhe më tonë, shqiptarët. Mësë me ditë shqip hup. Zdi në të përësit. Bëtërënd, na kemi qenë bashkë të emisioni, kemi folë për shumë qka, po vjenë sezona e verës, qësh është për ty? është e ngarkume se për këta dëtë. Këta dëtë. Qështë mësë mdoj asë mu njëti. Këta dëtë, me thonë, sa qiftet kanë me him rana me këta dëtë. Njëtë, mirë është shumë. Mirë është? Po, sezona është super, se vjetë më është. Gjithë ka di ka? Gjithë konë. Gjithë konë. Po. Nuk ka të bëj veç me vetë. Jo, i kam këtë revat ku mi prek. Ku ka shqip, ku folet shqip jam. Bravo. Janë nga zhumë. E ke thonë sonte, që sonte kam vish me kënu, shka me rëvesh me ta, ko nga e fundit që për byllë emisionin cila është. Cila është, me rëvesh me ta, edhe unë dhe sa të shkon atje, unë i bëj disa falenderime për Fellinin, për ormestika që në kanë sjellë sonte, pa vinin duke më se haruar asë njëherë, sepse është pjesë e pandashme imja, valon e Fashion Group ja vëllën gashin, por duke më se haruar edhe Fibullën që është agencioni lider në vend sa i përket aranjmaneve, qoftë edhe turistike, po qoftë edhe në përbot. Mos të haroj edhe Paul McLean doj, faleminderit shumë me ekipin tënë që je pjesë e pastrimit qoftë studios, qoftë zyres të Nika Familjave. Unë thëmë, është koha për Putrintin edhe për lumin e Taulandin, konga e fundit për sonte. Cila është? A e vendosët? Po. 3, 2, 1, shkojmë. Silu, bote vjetër, e ty t'ka beku Perëndia, e Zoti është një zbahet tjetër, e beson gjithë njerësia. Zoti është një zbahet tjetër, e beson gjithë njerësia. Ka mote disa muje, kemi pas dashni të rane, e tash do t'i kallzoj gjithë kuje, vet ke ike, unë s'kam lane. Tash do t'i kallzoj gjithë kuje, vet ke ike, unë s'kam lane. 30 dite Ramazani, e as kam hangër, as kam pije, e kur t'vjen dita e Bajramit, o bashk me labin shkojmë gjamije. E kur t'vjen dita e Bajramit, e bashk me labin shkojmë gjamije. Unë për thëmë edhe njëre, falemderit gjithë juve që keni qëndru sonte bashkë me Nika Familjave, falemderim edhe njëre për lumin, për Taulandin, për Putrintin, që ka qenë sonte gjatë gjithë kohës bashkë me kongët e mrekullueshme që kanë sjellë tek Nika Familjave për ju shikues të dashur. Jam falenderues se cilit për juve që jeni pjesë e imja, pjesë e pandashme e emisionit Nika Familjave. Na, unë ju thëmë se takohemi javën tjetër, e krem falemderit edhe ty, takohemi javën tjetër me musafir tjerë. Astrid, Hajdar, Berat, Fatos, Amdi, falemderit shumë, dhe me thonë që jeni pjesë e emisionit Nika Familjave. Shihemi javën tjetër.